Banorët e Bashkisë Fusharës dolën në protestë pas ditën e së premtes, ato kundërshtojnë reformën e re territoriale, ku nga Partia Socialiste propozohet shkrirja e Bashkisë Fusharës në Pukën. Në protestë përveç kryebashkikut të Fusharzit Hil Curri, ishin edhe kryebashkiku i Pukës Rok Dodaj dhe Emir Ditës, Albert Melyshi, që dolën kundër shkrirjes së Fusharzit. Për mu dhe për komunitetin e Bashkisë Fusharësit është i padëshirueshëm, mas zotit Mazligut që thotë shkrirje Fusharësi. Në atë kohë kur është mbrojtur kjo zonë, nuk ka pas shtet. As nuk ka pas shtet një partije apo si partije tjetër dhe s'ka pas për hir të vërtetës partijës. Djemnia e kësaj bashkie, qytetarët e kësaj bashkie, burrat e gratë e kësaj bashkie, sot më shumë se kur janë provokuar. I baj thirrje çdo deputetit parlamentit shqiptar që mos të marrin në përkam dinjitetin e Bashkisë Fusharësit. Bashkia Fusharësit nuk do të shkrihet. Dhe për mos shkrirjen e Bashkisë Fusharësit do ta mbrojmë me çdo çmim. Do të jetë një draft i cili nuk ka nevojë me studiu më gjatë, por që do hidhet poshtë unanimisht nga këshilltarët e Bashkisë Puk, nga Bashkia Puk dhe nga ato aktorë që japin vlera që çdo draft, çdo ligjë do i shërbejë qytetarit. Nëse duan të diskutojnë për autonomi vendore, për pushtet lokal, duhet merren me kompetencat që ka pushteti lokal. Jepu më shumë kompetenca kryetarëve të bashkive. Qytetarët lëvizin nga Fusharësi, shkojnë në Shkodër, mirëditarët lëvizin nga Mirdita, shkojnë në Lezhë për shërbime, për dokumentacion. Tani po diskutojnë shkrirje bashkish që prapë për ato duhet shkojmë ose në Puk, ose në vende tjera. Me jashtë ishte Paulin Luli, ish kandidati për deputet i PS-s në zgjedhjet parlamentare të vitit 2017 në qarkun e Shkodër, teksa kërkoi dorëheqjen e kryeministit Rama, duke cilësuar si një tradhtar të Shqipërisë. Poshtë, qeveria truptuar bashkë me Edi Ramën. Jep dorëheqjen e Edi Rama. Ju kërkoj ndjes nëse ju kam kërkuar votën për Edi Ramën. Por kë nuk e ka merituar, e nuk e meriton. Nuk e meriton votën e këtij populli. Nuk e ka meritu asherë, se nëse ka një tradhtar i Shqipërisë është Edi Rama. Shkrirja e Fusharzit u kundërshtua me tonë të ashpra dhe nga banorët. Ne nuk jemi kundër ndryshimit, por çdo ndryshim duhet të jetë i drejtë, i argumentuar dhe në interes të qytetarëve. Mund të ndryshosh kufin në një hartë, por nuk mund të shkullësh një vend nga kujtesa e bijve të tij. Fusharzi nuk është një pikë që mund të fshihet me një vi në letër. Është histori, është mund, është sakrificë, është jetë njerëzish. Nuk i duhet ne si popull, po i duhet me deleguar paketën e moleve e me pru njerëz me shfrytzu këtë vend. Me na residna, si e na pjellë se na fillë. Unë nga Berisha baj 3 orë për dalë në i balën e njësin i balës. Dhe nga i balë e Fusharësit bajla 1 orë. Tani Severia me një draft do me në largua edhe rreth 1 orë me në shu në Puk. Falemderë Severisi kje po një aktil me në diskritua, me në falimentua. As një deputet, i pjatë të bëjmaj, mos qkele këtu në që se kre kartonin për shkrirjen e Bashkisë Fusharës. Banorët kanë paralemuar se nuk do pranojnë bashkimin e bashkisë së tyre me Pukën.